Gjatë primejit të fundit të Big Brother VIP Albania, tensionet arritën kulmin në një përballje të drejtpërdrejtë mes opinionistes Monika Kryemadhi dhe banores Selini. Debati nisi si pasojë e ndërhyrjeve të shpeshta dhe parallë nga ana e Selimit, gjë që solli irritimin e Kryemadhit. Në një moment të ngarkuar emocionalisht, ajo vendosi t'i rikthej në vëmendje një episod të mëparshëm nga qëndrimi i banores në shtëpi, testin e inteligjencës, duke theksuar se Selini kishte dështuar në të. Kjo deklaratë e drejt për drejt ndezi edhe më shumë situatën në studio, duke e kthyer diskutimin në personal dhe duke sjellë reagime të menjëhershme si nga banorët e tjerë, ashtu edhe nga publiku. Përplasja u perceptua nga shumë ndjekës si një moment i fortë presioni psikologjik, ndërsa të tjerë e panë si një reagim të ashpër, por të sinqert ndaj sjelljes së banores. Si shpesh ndodh në këtë format, debatet e tilla kalojnë shpejt nga diskutime loje në përballje personale, duke rritur ndjeshëm interesin e publikut. Ky episod është kthyer menjëherë në një nga më të komentuarit e mbrëmjes, duke nxitur diskutime mbi kufitë e etikës dhe mënyrën e komunikimit në ekran. Ndërkohë, dinamika në shtëpi dhe në studio vazhdon të bëhet gjithnjë më e fortë, ndërsa gara hyn në fazat më vendimtare.